Pse duhet me kthy UÇK në një debat të tillë kur shoqënia jonë po kalon një plagë të rëndë me gjykatën speciale që kemi tash. Llogaritni Ermal me pas bë këtë se bë lëvizjeve të vendosin pushtet me pas bë PDK-ja ose partit, to e tham jo për ta kontaminu, pra, po kom rrugtu. Kam qenë ai që kemi shku të shtëpia, tha që ja kemi gjuhë edhe shtëpinë me gur, ja kemi gjujt edhe gjipat e kryeministrit Isa Mustafa, kemi qujt targat Serbijës, kemi bërë gjithë shka për morën këtë pushtet. Edhe se çka jemi të bënë në këtë kohë, hajde flasëm për standardin politik. E unë jam ai që po du me kthy që debatin në integritet politik, edhe pse është shumë e zërshme. Pra këtë gjuhë, lëvizjeve të vendosur e bën me qëllim se komandant i këtyne njerëzve për cilë kanë handicap UÇK-n. E nuk ka kur gjë të keqe pse njerëzit për rrethana të ndryshme në luftë s'kanë mujt me kap pushkën. As na s'kemi bë asgjë më shumë se sa kemi pas obligim. Po nëse i rëndit një sër faktorësh, se si ke qeveri ju ka dhënë çeve serbe, miliona, s'ka asgjë të keqe se ata janë qytetarë të veni, po invalidë e luftës i kalon pas një cent. Se si ke qeveri ka ndosh shkelzen gashit, mjete financiare, s'ka kur gjë të keqe, pas ka shkelzen gashi obligim me bani diçka su kur na që pas kom pas obligim me kap luftën me luftu, ase ka edhe sot obligim kur nuk i mungon asgjë këtë lirien tonë me ban një libër ose një çka do të qoftë për masakrat edhe për luftën. Pra ma fjalla lirë Ermal e kësoj qeverie nuk është, me dhimbje për e thamë, nuk është një fjalla, është agent. Pra jep mjete financiare Vudi Xhamshitit, për cilë aje kontaminon edhe vetëm shikone se çka përdor. Do me thonë, jep Rëngjinovcit mjete për cilë aje kohën e titës e lavdrën, e lartësën, edhe tash nuk mundesh me kanë edhe me titën edhe me Demoqen, nuk mundesh me kanë edhe me titën edhe me Gani Krasniqin e Hydajt Hysejnin e me Avni Deharin. Pra nuk mundesh me kanë. Përderisa se cilin debat këtun, nëse më lën me përfundua pse ndodhe kjo për diçka tjetër, ju shihni raportin e auditimit tash. Do me thonë, se si ti ka lënë ushtarët e FSK-s, po e u pagu orët shtesë, se si ka lënë policë që 6 vite, edhe këtë çka po ndodh këtu, e që është shumë e trisht, është se të drejtën ti me po venin tënë më mirë, është të ta marrë këtë qeveri me linçime, me shantazh edhe me fyrje. Betyqi, pse kjo betejë? Pse kjo?